Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku i epurdhër, nëse vuani nga këto 4 sëmundje, nuk duhet të hani hurma. Hurmat, fruta të pasura me ushqyes, kanë vërtetuar se janë një aleat i vlefshëm për organizmin, zemrën dhe rregullojnë funksionin e zorëve. Por ka disa raste kur nuk duhet i konsumoni, pasi rrezikoni të dëmtoni shëndetin dhe organizmin tuaj. Sipas Delsaj, do të rëndisim rastet kur nuk duhet të konsumoni hurma pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja imune. Mos konsumoni kurrë hurma me stomakun bosh. Nëse jeni të urritur, stomaku sekreton më shumë acide trece. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut mund të formojnë gur, ulçra, gjakderdhje dhe probleme të tjera serioze me stomakun. Mos konsumoni hurma në të njëjtën kohë në sasi të mëdha. Hurmat përmbajnë shumë karbohidrate. Konsumi i tyre në sasi të lartë shkakton ndikime negative për dhëmbët, për nivelin e sheqerit në gjak, por edhe te oreksi ynë. Përveç kësaj, taninat e hurmat mund të ndikojnë në përthithjen e elementeve si kalciumi dhe magnezi. Nuk duhet të konsumoni hurma së bashku me frutat e detit, pasi mund të kundërveprojnë me njëra tjetrën dhe të shkaktojnë efekte negative për shëndetin. Taninat e hurmat mund të bashkohen me proteinën e kalciumit duke formuar një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon organet e tretjes si stomaku, zorra e tjera dhe shkakton kapslëk dhe formohen edhe probleme të tjera me tretjen. Në këto raste nuk duhet i kombinoni hurmat në dietën tuaj edhe në sasi të mëdha, pasi mund të ndikojë negativisht edhe për shëndetin. Konsumojeni hurmat pa lëkurë, pasi në disa raste ato mund të shkaktojnë probleme të larta me tretjen. Disa prej nesh parapëlqejnë hurmat me lëkurë, por lëkura e saj ka shumë tanin dhe mund të krijojë probleme me stomakun. Prandaj këshillohet heqja e lëkurës, sidomos te hurmat pa fara, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në shkaktimin e problemeve të tretjes. Nutricionistët thonë se është mirë të hani perime dhe fruta të stinës. Ato kanë në sasi më të madhe të vitaminave të dobishme, dhe tani ka hurma në raftet pranë marketeve. Ka një shije të veçantë, është e pasur me substanca të vlefshme për shëndetin, por edhe mund të jenë të dëmshme. Përveç vitaminave dhe mineraleve, hurmat përmbajnë edhe një taninë të veçantë siç është sibol, substancë e rrezikut, e cila është gjithashtu edhe një problem i madh për stomakun. Kur bie në kontakt me lëngun e stomakut, sibol kthehet në një gung ngjitse. Mbetjet e ushqimit që janë në tashmë në stomak mund të ngjiten në të. Grupe të mëdha mund të formojnë edhe bezore, dhe ky është rreziku kryesor që fshihet te ky frut i shijshëm. Ju gjithashtu do të keni më shumë kujdes ndaj reaksioneve alergjike dhe intolerancës së zakonshme ushqimore. Një përqendrim i lartë i metaleve, veçanërisht bakrit, mund të shkaktojë ndryshime në ngjyrën e fytyrës dhe irisit të syve. Mjekët nuk rekomandojnë dhënien e frutit të tillë tek të vegjëlit nën 3 vjeç. Të moshuarit dhe ata që vuajnë nga aciditeti i lartë, ulçrat e stomakut dhe sëmundje kronike të traktit gastrointestinal janë më të rrezikuar. Për të minimizuar dëmet, mjekët rekomandojnë të mos konsumoni shumë hurma dhe nëse i konsumoni, atëherë t'i konsumoni vetëm të pjekura dhe të freskëta. Përndryshe, mund të përfundoni me probleme të shëndetit tuaj. Po përveç dëmeve, nëse i konsumoni të pjekura si duhet dhe gjithashtu brenda sasive të lejuara, hurma do të sjellin shumë përfitime për organizmin. Le të flasim së pari për vetitë e dobishme të këtij fruti të pazakontë. Hurmat janë të pasura me beta-kriptotoksina, një substancë e parandalimit të problemeve të humbjes së vitaminës A, e cila është e dobishme për organet e shikimit, lëkurës dhe mukozës. Ky antioksidant i fuqishëm është në gjendje të parandalojë procesin e plakjes në nivel qelizor. Gjithashtu ato forcojnë edhe shëndetin e syve. Hurmat përmbajnë vitaminën C. Një frut përmban 20% të nevojës ditore për një të rritur. Gjithashtu hurmat përmbajnë shumë bakër, magnez, zink, kalium dhe jod. Por mjekët paralajmërojnë se ky frut mund të jetë i dëmshëm nëse teprohet dhe konsumohet gjithmonë pa pjekur dhe në sasi të mëdha. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave ose kakive janë të shumta për shëndetin dhe për organizmin. Ky frut i ëmbël prodhohet nga pema e kakis, emri shkencor i të cilës është Diosporis kaki, ndërsa ato janë me origjinë nga Azia.
Pikërisht në këtë kontinent aziatik, disa prej tyre pemëve arritën të mbjetonin edhe në kushtet ekstreme, dhe karakteristika e tyre u cilësua si pema e paqes. Por cilat janë vlerat ushqyese dhe efektet më të mira të hurmave? Për më tepër, zbuloni dobitë e tyre bazuar në një prej sajteve tuaja të dedikuara të shëndetit, Tenath Salut. Ato kanë fuqi të mira energjike. Hurmat të ndër të tjera përmbajnë ujë edhe me shumicë, rreth 80% të frutit, por edhe fibra, gjithashtu edhe vitaminën A, vitaminën C dhe kripra minerale të tilla si potasiumi, kalciumi, kaliumi, fosfori, gjithashtu seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat do t'i japin organizmit më shumë energji. Hurmat do të forcojnë gjithashtu sistemin tuaj imunitar dhe do t'i japin rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat ndikojnë gjithashtu falë vitaminës C dhe ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit. Trupi ynë do të gjendet në mbrojtjen e kësaj vitamine dhe do të jetë më i mbrojtur gjithashtu edhe nga bakteriet e ndryshme. Pasi do të përmirësoni tretjen, do të lehtësoni lodhjen dhe do të parandaloni komplikacione të tilla. Hurmat ndihmojnë me tretjen, luftojnë lodhjen dhe janë në fakt një zgjidhje shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit, për të lehtësuar gjithashtu edhe aparatin tretës dhe atë të zorëve. Ndaj janë të mira për efektet e tyre laksative falë përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse konsumohen të papjekura dhe në sasi tepër të madhe, atëherë mund të jenë të dëmshme edhe për organizmin tuaj. Ato kanë efekte të mira pastruese dhe diuretike dhe mund të lehtësojnë komplikacione të tilla. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte pastruese diuretike për shkak të përmbajtjes së kaliumit. Ato luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakët. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen dhe humbjen e oreksit. Ato parandalojnë problemet kardiovaskulare dhe përmirësojnë gjithashtu edhe absorbimin e hekurit. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të përmirësojnë absorbimin e hekurit në organizëm. Ato mbrojnë organe të ndryshme. Hurmat mbrojnë organe të ndryshme, në fakt janë të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomaku dhe të zorëve. Përveç rregullimeve të ndryshme të mëlçisë, hurmat kanë gjetur përdorime të ndryshme edhe në lehtësimin e problemeve të anemisë. Prandaj mund të cilësohen si një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të ushtuar në dietën tuaj, por gjithmonë edhe nën kujdesin e sasisë dhe pjekurisë së tyre. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe me jashtëqitjen. Në fakt, hurmat kanë efekte shumë të mira laksative që ndihmojnë me jashtëqitjen për shkak të përmbajtjes së lartë të tyre të fibrave, por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanine, janë të dëmshme dhe dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë një farë lehtësuesi edhe kundër problemeve të konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasur me vitaminën C, e cila njihet për veditë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqernave, vitaminave dhe mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën të dobishme në përfitimet e energjive të nevojshme për organizmin. Ato luftojnë gjithashtu dhe anemin. Në fakt, studimet tregojnë se ato janë të mira me përmbajtjen e hekurit, që janë një ndihmë shumë e mirë edhe në prodhimin e hemoglobinës në saj të shtimit të përthithjes së hekurit të zorës përmes ushqimeve. E pasur me hekur ka efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes dhe stresit psikologjik. Rrjedhimisht, si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë në përmirësimin e problemeve kardiovaskulare, në të cilat njihet se janë një faktor shkaktues i stresit, reduktimi i të cilit mund të çojë gjithashtu edhe në reduktimin e problemeve kardiovaskulare. Konsumi i hurmave duhet të bëhet gjithmonë në sasinë e duhur për të evituar kështu problemet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Ndaj, konsumoni gjithmonë brenda normës së lejuar për të evituar dëmet e organizmit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.